Disa javë pasi ka hyrë në fuqi ndryshimet e reja në ligjin për duhanin, që ndalon në mënyrën më të qartë të mundshme, jo vetëm shitjen për fëmijë të cigareve elektronike, por edhe reklamën mbi to, do doja të tregoja faktin që Philip Morris, përfaqësuesët e tyre në Shqipëri, nuk po e zbatojnë ligjin. Madje refuzojnë zbatimin e ligjit. Kjo këtu është një reklam pikërisht e cigareve elektronike. IQOS i Philip Morris. Dhe është në një prej faqeve më të vizitueshme nga të rinjt. Ndërkohë, kjo këtu është një tjetër reklam po prap e Philip Morris për produktin IQOS, cigare elektronike, dhe që ndodhet po prap në njërin prej faqeve më të vizituara online. Kjo këtu është prap reklam e Philip Morris për produktin IQOS dhe natyrisht është vendosur në faqen e një prej televizioneve më të mëdha në vend. Kjo këtu është po një reklam e Philip Morris për produktin IQOS cigare elektronike dhe ndodhet po prap në faqen më të vizituar të një prej televizioneve në këtë vend. Dhe doja t'ju ndalja pak fare edhe tek ajo që është përmbajtja e kësaj reklame. Shikoni, thotë ky produkt nuk është i padëmshëm. Në fakt, ajo që duhet thënë dhe duhet thënë shqip është që ky produkt është i dëmshëm. Por përtej kësaj, guximi, kuraja e Philip Morris afërmend një prej kompanive më të mëdha në botë, pra e përfaqësuesve të tyre në Shqipëri për të refuzuar zbatimin e ligjit, sa i takon reklamës. Pra, hapësirës mediatike të blerë për reklam nga Philip Morris. Pastaj, shkrime të sponsorizuara, siç ky këtu, fjala bie, që e ka edhe të shkruar në fund fare që është shkrimi i sponsorizuar. I ndaluar nga ligji, natyrisht që të revoltojnë. Deri kur këto kompani me para shumë do arrin të imponohen edhe medias, po edhe shoqërisë, të imponojnë produkte që janë të dëmshme për shëndetin. Edhe për fëmijët, po edhe për të rriturit. Përmban nikotin, thuhet. Dhe natyrisht nikotina dëmton rënd shëndetin. E në krahun tjetër, kur institucionet ligjzbatuese në këtë vend do të merren pikërisht me zbatimin e ligjit, përkundrejt një kompanie si kjo Philip Morris dhe produkteve të saj, të cigareve elektronike në të vend. Kur do ndodhë?